Ka njerëz që kanë qenë në burg për faktin, jo, nuk diskutojmë faktet. Nuk mundet, sepse nuk e di, nuk është e pamundur dhe në këtë rast po përsëris personat të cilët absolutisht po unë solidarizohem me rastin konkret dhe patjetër, por ne nuk duhet të bëjmë politikë mbi të. Nuk ka ndodhur, kjo nuk është e vërtetë. Vetë ata që ai që ta heq lirin dhe që ta kufizon lirin është gjykata. Është ligji. Dhe ligji nuk ka një ligj i cili nuk ka një ligj i cili të fut në burg sepse ti nuk ke para të paguash energjinë elektrike. Nuk ka ligj për këtë. Ka ligj i cili të dënon në momentin që ti po dhe se ka ndodhur, nuk është se ka ndodhur, të marr masa, edhe për të marr masa prej që liri është po prap topi në fushë të drejtësisë, por nuk është ky debati. Për të qenë të saktë dhe për ta informuar mirë publikun, nuk të dënon. Po informojmë, prandaj po i kapim gjitha këndet. Paguan dritat ose nuk e para të paguash dritat. Nëse ti do ndërhysh në rrjet, kjo është vepër. Nuk e di se i rinë politikë tre gazetar. Dhe të tre po të thonë që kjo ngjarje ka ndodhur. Ti thua s'ka ndodhur. Unë banori i këtij vendi jam dhe jetoj përditshme me përditshmëri. Po prapë ti thua nuk ka ndodhur kjo gjë. Dhe unë po them, nuk thoni ju, nuk është futur njëri në burg për mos pagimin e energjisë elektrike. Ore, je seriozisht? Po. Dhe më besoni te kjo. Po le të bijmë dakord të themi çfarë të vërtetë. Po çfarë vërtetë është kjo? Po kjo është nuk të fut njëri, nuk ka ligj zoti Dervishi për të futur në burg sepse nuk paguan energjinë elektrike. Nuk ka ligj. Dhe ai që të heq, domethënë ti ke qenë i vogël në atë kohë para 10. Jo, unë i mbaj mend shumë mirë. Si e mban mend? I kam ca vite pavarësisht se mund të tregoj i vogël. Unë e mbaj mend që po, ka nisur aksione për ndërprerjen e lidhjeve të palishme. Për mos pagesat e energjisë elektrike. Jo për mos pagesa, vetëm ja kusht penal është që ty të pritet energji elektrike sepse s'ka paguar. Po diskutojmë mbi, domethënë komplet jashtë temën. Jo, flasim edhe për drejtësinë, se si ka drejtësia me të dobtin dhe me të fortin. Po, Arsida. Po, është tjetër çështje se duhet futemi në të merrnim faktet adekuate, dosjet, nëse duam të themi se si ka funksionuar kjo gjë për pjesën e drejtësisë kur bëhet fjala për ata që janë të pambrojtur dhe që nuk kanë vetvete imunitet, por ne kemi parë që nuk është dhënë drejtësia në të gjitha rastet aty kur është folur për ata që janë më të dobët, për aty kur është konsideruar drejtësi e vonuar si drejtësi e munguar dhe ka patur raste pafund, por ne kemi dhe raste të tjera shumë të ndjeshme për publikun. Kemi raste si rasti Gërdecit, kemi raste si 21 janar, kemi raste kur jetë të pafajshme janë marrë dhe kjo ka ndjeshmëri, kemi raste kur drejtësia edhe sot nuk i ka zbardhur këtë ngjarje. Kështu që jemi në pikën që mos të flasim për drejtësinë e vjetër e cila nuk është se ka patur një standard në vetvete të mënyrës se si ka funksionuar qoftë ndaj një qytetarit thjesht që ndoshta me naivitetin e vet apo edhe në vështirësitë e situatës mund të ketë vjedhur energji elektrike dhe këtu e ka kapur me të drejtë ligji, por se si ka funksionuar drejtësia me të, duhet parë me çfarë standardi është aplikuar ajo. Këtu flasim për drejtësinë e vjetër, e cila nuk ka patur një standard në aplikimin e vet, por sot po flasim për një drejtësi të re, e cila duhet të reflektojë një standard, nuk duhet të reflektojë dy standarde apo 200 standarde në mënyrën se si aplikohet. Nuk po e reflekton, akoma nuk është e konsoliduar si drejtësi që ecën në një linjë. Dhe këtu nuk po flasim vetëm për pikën që është prek nocioni i pandëshkueshmërisë, sepse mirë ka bërë, sepse ata që janë zyrtar të lartë dhe kanë shpërdoruar detyrën, kanë bërë korrupsion dhe kanë cënuar në mënyrë direkte shpërdorimin e fondeve të qytetarëve, taksat e qytetarëve duhet të dënohen. Por këtu nuk po flasim për një drejtësi akoma të unifikuar. Dhe nëse Bashkimi Evropian sot do të reagojë, qoftë për vendimarrjen e qeverisë, duhet të reagojë dhe për mënyrën edhe direksionet se si sot drejtësia duhet futet në shinat e duhura për të patur një standard të drejtësisë. Dhe ajo diferenca e drejtësisë re duhet bëhet me diferencën me drejtësinë e vjetër, që edhe ai që është qytetar i pafajshëm, i pambrojtur nga imuniteti, duhet jetë i çliruar momentin kur vendoset përballë drejtësisë, por edhe një zyrtar i cili ka pretendimin dhe akoma është i prezymuar si i pafajshëm,
të mos i bëhet giotina në termat e asaj që ti akoma se di çfarë ka bërë konkretisht dhe ja ke bërë gjyqin dhe ja ke nxjerr fundin në situatës. Kështu që këtu kur flasim për një standard flasim edhe ai i pafajshmi, edhe ai qytetari i pambrojtur që e konsiderohet i pafajshëm, po dhe një zyrtar i lartë që konsiderohet prapë në vetvete i pafajshëm, le të i lëmë hapësirë nëpërmjet presumimit të pafajësisë për ta parë si do shkojë çështja deri në fund. Po ky është parimi pra ja, këtë po them që nga fillimi.